Zonja dhe zotri, mirë se vini në klubin sportiv. Unë jam Drilon Gjopollari dhe në mjë vazhdim do t'jemi së bashku për cilë të ju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Komisioni i Disiplinës dhe Etikës ka dhënë verdiktet sa i përket paregullsive të konstatuar në javën që lan pas në futbollin shqiptar. Disiplina ka qenë e hekurt me klubin e Egnatias, duke e dënuar masivisht për atë se çfarë ndodhi gjatë ndeshjes me Vllaznin zhvilluar në javën e 28. Klubi Egnatias për mos respektimin e detyrimeve dhe përgjegjësive dhe rregulloreve të aktivitetit duke shkaktuar ndërprerjen e përkohshme të ndeshjes kundër Vllaznisë, dënohet me gjob në masën 500.000 lekë. Trajneri Egnatias Edlir Tetova për shkelje të parimeve të fair play, duke mos respektuar ligjet e lojës dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit. Për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 6 muaj pezullim nga të gjitha aktivitetet organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ndërkohë, me 5 ndeshje pezullim janë dënuar zëvendës trajneri Julian Brahaj, drejtori sportiv Klejdi Zenelaj, kapiteni Albano Aleksi. Gjithashtu me 5 ndeshje nga disiplina janë dënuar edhe zyrtarët e tjerë të Egnatias, Taulant Guma, Emiliano Bishdili, Ilir Kaplani, Alban Hoxha dhe Aldo Sula. Ndërkohë, disiplina ka dënuar edhe klubin e Flamurtarit për atë që ndodhi pas ndeshjes me Elbasanin ku pati incidente dhe përplasje mes dy ekipeve. Flamurtari për mos përmbushje të përgjegjësive për rendin dhe sigurin pas përfundimit të ndeshjes, si dhe përcjellje të gabuar të spektatorëve, dënohet me gjob në masën 300.000 lekë. Ndërkohë, futbollisti Skuadrone dënohet me 6 muaj pezullim nga aktivitetet. Ndërkohë, zyrtari i Flamurtarit Artan Mehmetaj për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar dënohet me 1 vit pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Për sjellje të gabuar të spektatorëve dënohet edhe klubi i Partizanit me gjob në masën 100.000 lekë. Mirë, për diskutuar për atë se çfarë ka ndodhur në Komisionin e Disiplinës ku Egnatia është janë pezulluar të gjithë zyrtarët, trajneri Tetova me 6 muaj, ndërsa është edhe një gjob prej 500.000 lekësh për klubin. Do të diskutojmë me zëdhënësin e klubit e Egnatias, Xhevdet Zekaj. Xhevdet, përshëndetje. Përshëndetje. Një dënim i rënd pezullohet klubi, trajneri, lojtari kryesor dhe të gjithë zyrtarët e tjerë. Çfarë ka ndodhur? Atëherë, përshëndetje, ka kohë që Egnatia ndoshta luan shumë mirë, vazhdon të prodhoj futbollësh në krye të klasifikimit dhe për arsye pak në adrenalinën e ndeshjes dhe përballë syve të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili ndiqte takimin Egnatia Vllaznia, ndodhi një moment, si që kam parë gjithë media, një karton i kuq i dhënë, i cili ishte në kufit e kartonit verdh, po jo i kuq. Natyrisht në gjithë të problematik dhe si rrjedhoi e 9 kartonave të kuq ka marrë Egnatia këtë kampionate dhe 70 ca kartonat verdh, që i bie rregullisht 3 ca kartona për ndeshje apo 4 kartona për ndeshje, krijuar një trysni apo krijuar një opinion qoftë dhe i gabuar, po edhe një psikologjikisht për skuadrën që po na dëmojnë, po na arbitrat janë me 2 standarde, nuk përdorin të standard, aq më shumë që në ndeshjen me Vllaznin na kanë dhënë të kuqe të dyja dhe në rastin e ndeshjes në Shkodër na anulluan gol dhe nuk ju dha një karton i kuq Gurishtës, fare i hapur. Të gjitha këto si duket në adrenalinën e ndeshjes, mbas një pjesë të parë që kishte kohë pa u parë në futboll shqiptar, një ndeshje me të vërtet perfekte, shumë e mirë nga Egnatia, ndodhi ai kartoni kuq në minutën e 60 ca dhënë nga Lata për Xhemalan. Nuk dua të hyj ishte apo siçe se kam parë gjithë kanë folur. E qartë, po qëndrojmë tek vendimi i fundit. Çfarë masash do të marrë presidenti Demrozi, do të apeloni vendimin në etik dhe si ka qenë komunikimi juaj gjatë tyre orëve me drejtuesit kryesorë të klubit? Ne jemi në një shok dhe klubi jonë është një klub serioz, nuk ka ndonjë problematik, po shikojmë gjendjen dhe do ndjekim, besoj
një ankimim në gjykatën e apelit për ta riparë vendimin, për ta zbutur. Standardi edhe në këtë rast, ashtu si me standartin dhe gjatë ndeshjes Egnatia Vllaznia është dyfisht. Ne të paktën nuk futëm në dhomat e zhveshjes, ashtu si ka bërë Tirana, Bylis, Vora, etj. Ne nuk krijuam asnjë dhunë në fushë me lojtarët, me kundërshtarët, me arbitrin apo me zyrtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ishim korrekt në atë gjë. Stadiumi Egnatia nuk është precedent për edhe shish apo për të na kanë gjuajtur në stadium para 2 javësh, 3 javësh në një ndeshje, nga rruga kanë hedhur te tifozat e tribunës përballë qendrore, kanë hedhur kundërshtarët e skuadrave që erdhën, hodhën nga rruga brenda në stadium tymuse, fishekzare dhe lëndë piroteknike që rrezikuan dhe jetën e spektatorëve, dhe ne përsëri nuk jemi përgjigjur apo nuk kemi sjell. Nuk ka një rast që zoti Demrozi apo edhe unë apo dhe zyrtarë të tjerë të kemi dalë dhe të kemi bërë akte vandale apo prishur apo cënuar imazhin e Federatës Shqiptare të Futbollit, të veprimtarisë apo të gjitha. Kemi thënë kjo është një garë, gara vazhdon, mirë është jetë e rregullt. Ne do të vazhdojmë, besoj që shpresojmë, mendojmë që Federata Shqiptare e Futbollit, jo Federata, po Komisioni i Disiplinës dhe Etikës të jetë më serioz dhe Komisioni i Apelit na jap ose të liroj, sepse si mund të shkojmë të luajmë pa gjithë stafin. Shiko, ka dhe një rast pa precedent, do të thoshja unë. Aleksi është kapiteni i skuadrës, dhe kapiteni i skuadrës është zbaton urdhrat e trajnerit. Aleksi në thiri trajneri dhe i tha duhet bësh të veprim. Nuk e bëri Aleksi. Aleksi zbatoi urdhrin. Dhe Aleksi nga arbitri nuk mori as karton të verdh, as karton të kuq dhe as horetje, sepse thjesht kërkoi diçka që shkoni te vari. Mendoj që pastaj dënimi i Aleksit me 5 ndeshje, ashtu si dhe shumë stafi tjetër, na dëmton shumë rënd apo gjë. Ne nuk jemi të merremi me legjenda urbane, jo zhvendos, jo një skuadër do dal, jo këto, jo ato që thon lart e poshtë. Ne besojmë te ndershmëria dhe reputacioni i Abstinences Superiores, ne besojmë ke politika dhe besojmë se zoti Duka ishte vetë në stadium me pa atë akt. Nuk do të ndodhte të paktën paradukës, jam dakord, ky është gabim, por që adrenalina e ndeshjes... Po, a mund këtë influencuar zoti Duka duke qenë se ka qenë vetë në këtë vendim, sepse në fakt ka pasur edhe një tjetër dënim për trajnerin e Egnatias pak javë më parë për komunikimin e tij sa i përket arbitrimit. Shko, unë mendoj që jo, nuk besoj Duka të ketë kohë dhe të merret me këto gjëra. Ka një problem fare të thjeshtë. Egnatia dihet të gjithë që reagon mirë dhe nuk është problematike. Dhe ndoshta e kanë më të thjeshtë arbitrat komisionet që të marrin çfarë vendime të duash ndaj Egnatia, sepse thash presidenti po drejtori dhe gjithë stafi jon përjashto disa deklaratave në adrenalinën e ndeshjes nga Tetova, kemi qenë korrekt dhe raporte shumë të mira me Federatën Shqiptare. Çdo skuadër që ka ardhur është mirëpritur aty dhe do të mirëpritet. Por problemi është që kur ekipi pretendent, ekipi kampion në fuqi, mendoj unë, del për arsye dhe bindje të saj shpirtërore të ndeshjes apo për paragjykimit apo legjendave urbane që dalin dhe merr një vendim të tillë, kur e marrin skuadra që janë poshtë në renditje apo me problematika të përhershme të tilla, nuk është lajm. Lajm është kur e merr një nga skuadrat më të mira e viteve të fundit. Besoj që gjykimi ka ardhur për këtë gjë edhe për të thënë stop këtyre tërheqjeve. E qartë, sepse u bë në fakt si trend çdo javë një ekip të riqet, proteston, po pse ndjen të vjedhura ekipet, sepse ka pasur reagime nga pjesa më e madhe e skuadrave superiores për arbitrimin. Se ne kemi dhe arbitra të mirë që gjykojnë në arenën ndërkombëtare. Që unë e kam thënë gjithmonë, ky është mendimi im tani personal edhe them që gjykimi shqiptar në Europë është shkëlqyer edhe këtu. Nuk është se ka, po ka një, nuk e di, ka diçka ose në vlerësojnë, ose nuk i studiojnë mirë ndeshjet, ose ka një problem me... E qartë.
Pra, është situata e tillë që ka pasur problematik sa i përket arbitrimit, ka qenë klubi Vorës, Partizani i cili ka bërë një deklaratë fort në media, pra Egnatia gjithashtu me drejtorin sportiv, por edhe me trajnerin. Atëre, Xhevdet, në kushtet ku ndodhet Egnatia, çfarë masash do të marrë për ndeshjen e radhës, pasi nuk ka trajner, nuk ka ndihmës trajner, nuk ka drejtor, praktikisht nuk ka asnjë zyrtar. Kush do ta drejtojë ekipin fush? Unë shpresoj që gjithçka të shkojë mirë, edhe do të shkojë mirë për Egnatia, grupi është aty, lojtarët do të jenë më të mobilizuar. Këto janë probleme që i zgjidhe, por unë shpresoj që vendimi që mund të ketë ne shpresoj edhe të në një vendim tjetër i Federatës Shqiptare të Futbollit, nëse ka kohë të mbitet apeli nesër. Dhe ne do të vazhdojmë të luajmë, do jemi pretendentë një dhe këto gjëra na bëjnë më të fortë dhe më të kujdesshëm. Dhe përsëris që ne nuk jemi shembulli që duhet të bëheshim, sepse kemi një stadium, presidents, tifozëri dhe staf lojtarësh me vërtet të edukuar të mirëqen. Po thash, është krijuar një mentalitet sepse 80 e ca kartona me 9 kuq brenda është pak se shumë për një skuadër që luan mirë, që nuk ka tension se po rrifet po më mundin kundërtarët. Prandaj edhe në këtë aspekt them që nuk është shembulli Egnatia, por që do ja dalim, jemi të bindur që skuadra do mobilizohet më shumë për të kaluar edhe këto pengesa të rastit. Gjithashtu, shpresoj që edhe Abisnes të vazhdoj në rrugën e saj edhe më mirë, edhe nga gjyqtarët, një mobilizim dhe nga gjithë faktorët që luajnë rol, aktorët e futbollit. Mirë, zoti Zeka, ishte kënaqësi të kishim program. Faleminderit, gjitha imja. Mirë, do të kalojmë në një lajm tjetër. Federata Shqiptare e Futbollit ka emëruar Ardi Beari në krye të sektorit të edukimit në kuadër të përmirësimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të kapaciteteve profesionale. Rime për ata që më besuan këtë detyrë, presidentin e federatës, zotin Duka, që në bjerin time ka një nga pikat parësore sektorin e edukimit. Falënderime për ata që kanë qenë para meje, që kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe sigurisht e ndjej si detyrim për të vazhduar rrugën e tyre dhe të munduar me të gjitha forcat për ta përmirësuar sado të jetë e mundur të rrugë që ata kanë shtruar për mua. Shkurt përmirësimin e përmbajtjes së kurseve, forcimin e disiplinës, gjithë përfshirjen dhe lartshmëria e temave të dhëna të mësimit dërmes. Mbrëmja e Champions League ishte e mbushur me emocione dhe spektakel. Sportingu shkaktoi surprizën më të madhe duke përmbysur mrekullinë e Bodo Glimit dhe arriti të fitojë pas kohës shtesë me rezultatin 5-0 për të kualifikuar në raundin tjetër të kompeticionit Champions League. Ndërkohë Arsenali mundi 2-0 Leverkusen dhe kualifikohet mëtej. Parisi fiton edhe në Stamford Bridge, 3-0 përballë Chelsea dhe pret biletën për në turin tjetër. Ndërkohë Real Madridi pati një ndeshje të lehtë në Manchester duke mposhtur me një dopje të Vini Junior Manchester Cityn. Mbrëmja e sotme premton sërish emocione. Në orën 18:45 luhet Barcelona Newcastle, Bayern Atalanta në orën 21:00. Liverpool Galatasaray dhe Tottenham Atletico Madrid. Mirë, me këtë informacion kemi mbritur në fund të kubit sportiv për sot. Duke falenderuar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.